përshëndes me këtë Super Sport me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi më i mirë i Shqipërisë, Loro Boriçi, aty ku do të luhet një ndeshje mjaft interesante mes Vllaznisë dhe Skënderbeut. Ndeshja e tretë për javën e 23 kampionati 78 kombëtar i futbollit ton. Pikërisht në këtë çast vjen sjellëzimi i kryesorit e Dorian Amiti dhe sfida që nis me topin e luajtur nga qendra nga futbollistët e skuadrës së Skënderbeut. Salihi, ai topi do mjaft mirë për Gjergj Muzakën. Më pas kjo gjuajtje. E Liridon Latifi nuk arrin të gjejë kuadratin e poshtës. Radas. Topi në zonë ka i devim. Përfundon në krahun tjetër Latifi. Vjen në kjo gjuajtje. E para në kuadrat. Dhe ka ndalur Agovic. Sërish Latifi ka hapësirë për gjuajtur. Por nuk e çon në kuadratet e top. Liridon Latifi tjetër aksion i mirë për skuadrën e Skënderbeut. Ka i top të lartë. Dhe kjo tentativë me kokë nuk arrin ta kthejë në kuadrat atë top Hamdi Salihi. Ka bërë në këtë çast Osmani, jo, është perfekte i pasimi dhënë për Kristi Evangelin. Pas Salihi në zonë. Kjo është gjuajtja, por Agovic kontrollon një top mjaft të vështirë. Shohim topin në zonë dhe një tepër Mitsin me kokë gjuajtja, por e lehtë. Ka ndalur portieri Agovic. Mitsi del mjaft mirë në krahun e majt, edhe një tjetër Mitsi. Zotaj. Ky top i kthyer, Muzaka, Latifi, gjuajtja dhe në rrjetin me 0. Realizon në skuadra e Skënderbeut në minutën e 68 nga ana e Liridon Latifi. Por çfarë gafe e mbrojtësve vendas. Nuk do vetëm portieri aty. Shumë top të rrezikshëm, por shkon mbi kuadratin e portës dhe në këtë çast vjen sjellëzimi i kryesorit e Dorian Amiti, fiton Skënderbeu 1-0 në Loro Boriçi falni golit të Liridon Latifit në minutën e 68. Historia bëhet në fushë dhe Tirana Flamurtari kanë shkruar me gërmatar ta faqe të shumta në futbollin shqiptar. Sigurisht dy skuadra që për momentin nuk gjenden aty ku kanë emrin, aty ku kanë shkruar historinë e lavdishme. Starton këtu kjo sfidë e fundit e javës, Tirana Flamurtari. Mojse ndal mundësinë e kundërsulmit, Fazliu e çon tek Danilo Alves, rrotullohet Danilo Alves, kërkon hapësirën Ilion Lika. Do ka mbyll Mersini, fton dhe njerë Fazliun. Krosim në shtyllën e dytë, Galic me kokë dhe shpëton për mrekulli Ilion Lika. Ivan Galic, fare pran golit. Goditi nga këndi, por Ivan Galic me këtë krosim i lartë në zonë Danilo Alves. Godet, por jo në kuadrat. Telushi e ka hapësirën, Telushi është e dyta mundësi që heziton, ndërkohë Danilo Alves provon nga distanca braziliani. Bi kuadrat. Provon topin e gjatë për Danilo Alves, shmang mjaft mirë me trup Caken. Fton Galic në krahun e djathtë, Galic në për një teqen, tenton krosimin, top që devijohe Danilo Alves. Çfarë mundësie? Danilo Alves ka goditur topin teksa ka vetur i dëmtuar. Galic provon shpërthimin e tij, vjen ndërhyrja e saktë e Bajramit, e merr topin udhëheq përpara. Flamur Bajrami, pasimi i qendër, Taku tenton nga distanca, afrim Taku. Mundësia e parë e rrezikshme në portën e Alilajt. E lë Cake, por rrezikon Galic, goditja. Topi devijuar, goditi nga këndi. Qem të top në drejt zonës, Bajrami, kjo tentativ dhe nuk arrit topin në rjet. Çfarë mundësie, Asion Daja, e pa besueshme. Sheha i provon nga distanca Ilion Lika. Shmang rrezikun nga jo e djathtë Ardit Shehajt, Ilion Lika. Mundësia për të spostuar në qendër, Taku me këtë pasim për Bajrami, goditja. Të tërë në këmbë për të bërtitur gol, por çfarë gjuajtje bën Flamur Bajrami në të parin kundërsulm ku Flamurtari ka vetë i pa përgatitur. Bajrami, Teqja. Dhe vjen këtu vërshëllima e kryesorit maltez
përfundon ashtu siç nisi kjo sfidë pa gola 0-0. Teuta kërkon të ruaj ritmin e 2 fitoreve radhazi, teksa asnjëherë në këtë sezon më parë nuk ka regjistruar 3 suksese të njëpasnjëshme në kupë dhe kampionat. Cmajt Sanin shkullon diferencën në pjesën e parë dhe starton këtu kjo sfidë. E kthem prapa drejt Paulo Ivanit në kundër kohë gjen Mziu, provon të rikuperoj Adel Mban, Sokol Mziu, kapiteni tenton me të majtën jashtë kuadratit. E majta e Sokol Mziut, e vetëm skuadrë që ka sulmi me shifër teke, ndërkohë çetu Ribaj, Laço i Mongolin. Ted Laço zgjat këmbën për të larguar rrezikun. Mziu, Peposhi, tenton krosimin drejt zonës për Denis Peposhi, largon më pas Kotobelli, kjo gjuajtje Moçka. E ka në duar, tentativa ishte e Jubanit nga distanca, Shkodrani provoi. Progni me këtë krosim, shumë i fort, Laço reagon, goditi nga këndi e para, goditi nga këndi për skuadrën e Teutës 1-2 numri tyre. Ndjekim edhe njerë këtë moment, Papa afton këtu Hilën, tu ta mbajë brenda vjeve kufizuese, rregullon për të djathtën Nila, krosimi i tij në shtyllën e 2 dhe çfarë mundësie u mbet Teuta me Andi Ribaj. Pothuajse i vetëm Andi Ribaj mund të zhbllokonte sfidën, të shënonte golin e 4 sezonal. Progni finde ti, më pas Hila me këtë goditje topi është aty, rrezikshëm në zonë, largon Kaja, mundësia kundër sulmit Mziu, provon të ftoj Ivani, topi që i rikthehet, 4 lojtar të Musta, provon këtu këtë duel, Musta me Shabanin. Topi në zonë dhe ka penalti dhe Andi Ribajt dhe kartoni verdh për Kajën, ndërkohë që Ribaj ka marrë dhe me sa duhet miratimin nga trajneri Ugash Magani për ta ekzekutuar të 11 metrësh. Ta ndjekim edhe një herë 11 metrëshin e Andi Ribaj. Niset Ribaj përballë Laços 1-0. Minuta e 56 zhbllokohet rezultati. Andi Ribaj, goli 4 sezonal. Një 11 metrësh, to që nuk del. Teksa këtu ka mundësinë Denis Peposhi, kjo goditje mbi kuadrat e djatha e Denis Peposhit. Dhe që të topi del për Magani, pozicioni është i rregullt. Magani është në zonë, në krahun e majt, Magani spostohet në qendër, kërkon hapësirën për të goditur, vjen gjuajtja jashtë kuadratit. Artur Magani. Fajzal, Progni provon të mbyll Prençi, por ja dhuron topin Maganit. Progni, ftohet Musta 1-1 me Tedi Laçon, që bën këtë pritje, mban ende në lojë skuadrën e tij Ted Laço. Nuk arrin Arifaj, jepet mundësia Magani që fton Bangal, ky top i kthyer prapa. Rrezikshëm nga Shabani. Provoi Laço të eviton atë goditje nga këndi. Dhe vjen këtu sinjalizimi, mbyllet kjo sfidë. Teuta që bën detyrën dhe pse me shumë vështirësi ndaj Korabit, mjafton ai goli i Andi Ribajt në minutën e 56 me penalti, e fitoi vetë, e ktheu në gol po vetë. Ju përshëndes miq të Supersport dhe mirë se vini me pamjet e drejt për drejta nga Gjirokastra për këtë sfidë të javës 23 kategorisë superiore mes luftëtarit dhe Laçit, dy skuadra me objektiva të ndryshme. Luftëtari që tashmë fillon pavarësisht se kërkon mbijetesën, fillon të shpresojë ndoshta edhe tek pjesëmarrja në Europë, por në krahun tjetër kemi Laçin që kërkon pikët jetike për sa përket mbijetesës. Starton sfida tani me topin e parë nga qendra që luajnë pikërisht lojtarët e skuadrës Laçit. Shohim se çfarë do ta ndurojë ky 90 minutësh. Jonuzi mes dy lojtarëve rrezikon shumë pasi u mbet topi Roca, e çon përpara drejt krahut majt. Devi Bregu tepër i shpejt brenda zonës, Bregu rrezohet dhe ka penalti. Ka penalti për luftëtarin, minuta e 13. Penalti e fituar nga ana e Devi Bregut. Ka protesta të lojtarëve të Laçit tek gjyqtari Remzi Sadiku.
por ai duke i vendosur 11 metrash. Ramadani përballë Selmanit. Niset ba Ramadani dhe topi në rrjet. 1-0. Minuta 14. Shënon luftëtari me anë të Behar Ramadanit. 1-0 tani shëmti deri në momentin e ekzekutimit të këtij 11 metrashi. E ka prekur topi Selmani, por pa mundur do ta ndal. Që të evitoj që topi të prekte rrjetën. I pa fat këtë rast portieri i skuadrës Laçi pasi kupton krahun e prek dhe topin me dorën e majt, por nuk arrin dot të evitoj golin. Një krosimi nga këndi i ulët, ai top që mbetet aty, më pas provon Lula, ai topin në shtyll. E pabesueshme. Çfarë rasti për skuadrën e Laçit më i mirë i kësaj sfide. Kërkohet ai top përpara për Reginaldo, nuk ka qenë i sakt, por shikoni rifitojnë lojtarët e luftëtarit. Roca provon goditje në jashtë. E pabesueshme. Saprani shkon goli i dytë skuadrës e luftëtarit me anë të numrit 10 Eduard Roca. Vjon ta mbajë topin Erion Vucaj. E kanë prapa Musai, provon nga distanca. Ka një devijim. Goditi nga këndi. Ka marrë topin mjaft mirë Rapa. Në të majtë Devi Bregu, provon të avancoj. I thjo Bregu, njëre zonës, provon godas Bregu, pret Selmani. Gjuhët e fantastike Devi Bregu, por po ashtu ka qenë dhe pritja e portierit e Laçit. Goditi nga këndi. Lushkja, çon drejt qendrës, Lula nuk arrin të përfitojë më pas. Kjo goditje pret Ruçi. Çfarë rasti ka pasur në këmbën e tij Fjoart Junuzi, por me këmbën e djathtë. Është Ruçi ai që ndal, teksa nis me shpejtësi loja. Provohet kjo goditje dhe Barazon. 1-1 skuadra e Laçit. 1-1 në minutën e 64 vjen goli i barazimit me anë të Fjoart Junuzit, ai i cili gaboi pak çanse më parë, nuk gabon tani. E mban me ndryrën Musai. Në zonë të pas shkon këtë mundësi për skuadrën e Laçit. Shala godet pret Ruçi. Tu ka ndryrje të numrit 14 Regi Lushka, por lejon avantazhin gjyqtari. Bregu kërkon pasim tek Reginaldo, është lart flamuri. Ndëshkohet me kartonin e dytë të verdh, numri 14 Regi Lushka me 10 lojtar Laçi. Të parën e mori në minutën e 27 pjesës së parë, tani në minutën e 76 ndëshkohet. Ai të përpara Reginaldo me kokë, më pas Mutumane, brenda zonës Mutumane godet, rrihet e jashtme. Pas edhe një devijimi. Shumë pranë golit dy skuadra luftëtarit. Një ngërësime nga këndi brenda zonës me kokë Beqiri, topi mbetet aty, më pas Reginaldo e tjetër devijim. Tjetër devijim shpëton mirë skuadra e Laçit. Pasimi i mirë te Eri Lamçia, brenda zonës Eri Lamçe. Kërkon kësoj një prekje me dorë, kërkohet, por vjen në rregullim gjyqtari, ndeksa topi të vijnë, do të kemi goditje nga këndi. Goditje nga këndi ka dhe protesta të lojtarëve të Laçit. Nuk të rekuperohet më gjyqtari Sandiku, jep fundin sfidës, mbyllën dhe Gjirokastër, luftëtari 1, Laçi 1. Me Miqa arrin të marrë një pikë vërtet shumë çmuar për sa i përket mbijetesës, ndërkohë që luftëtari nuk arrin dot të marrë 3 pikët, që do shtonin akoma dhe më shumë shanse ndoshta përqendruar në vendin e 4. Stadiumi se qyri mere ngjan shumë i vogël këtë pasdite në Kukës për të pritur një nga ndeshjet më të rëndësishme të kampionatit, një sfidë që ka vendosur dy ekipet në udhkryqjen drejt titullit kampion dhe do të presim për të parë se cila do të marrë drejtimin e dur. Jam me Florian Rizën që ju përshëndes. Përshëndetje, mirëdita. Një vigjilje ndeshje e shumë pritur, emocionuese dhe me nota spektakli ende pa filluar. Dueli i Kukësit dhe Partizanit, dueli titullit nisë në këto qaste. Lena, shmanget mjaft mirë, gjithin jas Lena, gjuhet vetë majtën në kuadratin e portës. Ka ndalur portieri Alban Hoxha, sinjali i parë i rrezikshëm. Që vjen nga Lena, i cili është një lojtar i mirë fillt në mes fush. Shëm Ibrahimin që kroson me të majtën, topi është në zonë. Ekuban, kjo është gjuajtja. Një veprim mjaft i bukur. Hasani, gabon atë topi të kthyer prapa Hasani. Në qendër Batha, pret Fejzullaj. Batha provon me gjuajtje. Nuk arrit të gjej kuadratin e poshtës. Është vetëm Emini në zonë, djegë krosimi saktë me hiç me kokën dhe shënon. Iza Emini.
flamur të ngritur lart. Ka flamur të ngritur lart, nuk vlen goli. Nuk vlen goli. Do të kemi një tjetër plan me kamerën e vendosur më poshtë. Shiheni edhe një tjetër momentin më emocionues. Trashi pret në krahun e majt. Vjen krosimi lart në zonë e Kuban. Topi është aty më pas. Malota. Ndala dy radhazi nga ana e portierit Koliçi. Çfarë mundësie për Partizanin. Malota nuk i beson syve. Do t'i dhe parë nga këndi për skuadrën e Partizanit. Ky topi kthyer prapa. Feyzullaj e kthehen në zonë. Largon këtë çaste nga ana i Zaire Eminit, merr nga ana e Laberot Ibrahimit. Provon një gjuajtje direkt te porte. Koliçi. Shpëtimtare edhe një tjetër. Spektakolare sfida në Kukës. Vjen krosimi lart në zonë, më pas gjuajtje me Kukë. Hoxha. Shpëtimtar është portieri i Partizanit. Çfarë mundësie për skuadrën e Kukësit? Lena shmanget në rrjet të Rasës edhe një tjetër. Lena provon me këtë gjuajtje. Një prekje e lehtë Peç. Mund të ishte shumë e rrezikshme. Kale, topi në zonë. Peç! Në një pozicion mjaft favorshëm. Edhe një herë i lën i pamarkuar brenda zonës së rrepsisë. Karioka. Shohim pasimet dhe mjaft mirë për Hasanin. Kjo gjuajtje! Çfarë mundësie? Krejtësisht i harruar e Don Hasani, por nga fare pranë gjuan jashtë. Me shumë zgjuarsi Karioka pasoi për të. Niset Batha. Kjo është gjuajtje fort. Jashtë kuadratit të portës. Kjo tentative i Dibathës. Vila. E Kuban. Trashi edhe i të përër Kalebe Kuban. Futët në zonë e Kuban. Gjuajtja dhe ai topqë. Devion shkëlqyeshëm. Fantastik portieri. Disa ndërhyrje rresht të portierit të Kukësit Koliçi. Fantastik, fantastik. Shpëtimtar i portës së tij. Hasani, rumbullaku në krahun e majt. Vjen ky krosimi rrezikshëm dhe ai top që shkon në shtyllë pa besueshme. Besoj ishte Emini. Çfarë mundësie për skuadrën e Kukësit? Topi që shkon në krahun e djathtë, shikoni hapësirën që ka Feyzullaj. Vjen krosimi i lartë në zonë, trashi me kokë dhe topi që shkon fare pranë shtyllës së majt Pingule. Çfarë mundësie për skuadrën e Partizanit? Kjo është gjuajtja. Ai kundërpërgjigjet skuadrës së Kukësit me botë njëtin aksion. Vjen nga distanca gjuajtja. Pa kënaqur Peç, ka pritur shërbet. Ndoshta pasimi do të ishte më i vlefshëm. Këtu mbyllet gjithçka pa fitues në Zeqiri Meri mes Kukësit dhe Partizanit, një rezultat Flori I barabartë, sepse loja ishte e barabartë me raste, por nga të dy ekipet nuk pam dot golat, kjo gjëja që i mungoi kësaj sfide. Në përgjithësi ekipi luajti shumë mirë.